Një rast i rënd ka ndodhur mbrëm në Prizren, ku një konflikt i cili rrjedhi pas një aksidenti trafiku është përshkallëzuar në tentim vrasje me thikë, njofton togeri i policisë në Prizren, Shaqir Bityqi. Bën në medije se i dyshuari kryesor në lidhje me këtë rast është personi me inicialet SK, rreth 40 vjeçar, i cili dyshohet se ka sulmuar me thikë personin me inicialet NB, rreth 56 vjeçar. Rasti ka ndodhur pas një mosmarrëveshje që pasoi një aksident me dëm materiale në rrugën Gjevat Berisha. Pas një përplasje verbale, i dyshuari ka nxjerrë thikën dhe ka goditur viktimën në trup, duke i shkaktuar plagë serioze. Viktima është dërguar fillimisht në spitalin rajonal të Prizrenit e më pas për shkak të gjendjes është transferuar në QKUK për trajtim të specializuar. Gjendja e tij raportohet të jetë jashtë rrezikut për jetë. I dyshuari në lidhje me këtë rast është arrestuar nga policia në vendin e ngjarjes dhe është dërguar në stacionin policor. Me urdhër të prokurorit të shtetit, ai është ndaluar për 40 tetor, ndërsa rasti është iniciuar si vrasje në tentativë. Me rastin po merret hetuesia rajonale e Prizrenit, ndërkohë që hetimet janë duke vazhduar. Po djerë në rrugën Gjevat Berisha, me datën 18 prill, rreth orës 21 është raportuar për një incident ku pas një mosmarrëveshje, me një aksident, që kanë pas një konflikt verbal, dhe ndërkohë njëri nga ata personat i dyshuar sulmon me mjet të mpret personin tjetër, i cili nga mjeti i pret ka pasur lëndime trupore, e dërguar fillimisht në spitalin rajonal të Prizrenit dhe më pas me udhëzim të mjekur dërguar në QKUK në Prishtinë për shkak se ka pasur plagë të rënda. Të qoftë, policia me ne ka shkuar në vend ngjarje, ka bërë sigurimin në vendin e ngjarjes dhe është arrestuar i dyshuari, edhe pas intervistimit me urdhër të prokurorit i njëjti është dërguar në mbajtje për 40 tetor. Viktima ka pas lëndime në këmbë dhe në stomak, dhe qoftë pas mendimit të djeshëm të mjekëve ka qenë jashtë rrezikut për jetë, por ka pas nevojë për intervenim të mëtejmë në QKUK në Prishtinë. Ka ndodhur pas një konflikti verbal me një aksident trafiku.